Teografia dhe dam të sot nëësimin e moderatorit të kësaj tereze, pranova me zanësi tesën e bashkisë marrë për të moderuar këtë diskutim të shkak të qasjes time si gazetar në raport me turizmin dhe mjedisin. Faleminderit të gjithëve për kohën që keni marrë për të qenë pjesë e kësaj tereze. Faleminderit Ministrit Bujqësisë i cili udhtoi nga Tirana për të bashkuar këtë diskutim. Do të ishte Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve zoti Gonxhe, por për shkak të një angazhimi në kryesën sot zoti Gjeni Dele, drejtor i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, një agjenci e lidhur drejt për drejt me turizmin. Faleminderit zoti Tallo, kryetari i bashkisë, për këtë iniciativë absolutisht të rëndësishme për të diskutuar mbi sektorin më i rëndësishëm të ekonomisë kombëtare dhe atë ndërmare. Një kërkesë lutem për llogaritën barbaqe së këtij diskutimi, ju lutem të gjithë telefonat oftikur ose udhëzimin, sepse nuk mund të vazhdojmë të flasim dhe diskutojmë për garancitë në atë. Edhe pse kjo kryesë është konceptuar me një tavolinë dhe një sallë, kryesa konsiderohet e rregullake, këtu janë të ftuar supermarkets, agjenci që lidhen me turizmin, pronar hotelesh, pasi çështja që është në fokus është pikërisht turizmi. Çfarë bëm dhe si u mbyll viti 2025 dhe mbi të gjitha çfarë perspektivash kemi për 2026. Nuk kemi këtu as për të vënë as dikën në akuzë dhe as për të thurur lavde vetes dhe njëri tjetrit. Jemi për të folur pa dorashka, qartë, për të ekspozuar problemet tona dhe për të diskutuar mbi rrugët për t'i përmirësuar, në mënyrë që të vendosim një turizëm të qëndrueshëm, afatgjat, në perspektivë për të mbajtur në këmbë ekonominë tonë lokale dhe jo vetëm. Pa humbur kohë, do t'ja kaloj fjalën kryetarit të bashkisë së Himarës, zotit Vangel Tavo, për të folur shkurtimisht mbi këndvështrimin e bashkisë së Himarës në menaxhimin e stafit të tij për sektorin e turizmit. Edhe një herë, për shkak të pjesëmarrjes së madhe në këtë sallë, e cila është absolutisht një gjë shumë e rëndësishme që tregon interesimin e qytetarëve, do doja që ishim të vëmendshëm për mbajtësi në mënyrë që nga ky takim të mos dalim thjesht me duar tërpitje, por të dalim me një paketë propozimesh në fazën e shërbimit struktural. I nderuar zoti drejtor i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, të nderuar përfaqësues të bizneseve, operator turistik, sipërmarrës, drejtues institucionesh dhe antar të komunitetit. Është kënaqësi t'ju uroj mirëseardhje në këtë aktivitet të dedikuar zhvillimit të turizmit në bashkinë tonë. Dua të falenderoj Ministrinë e Turizmit dhe Kulturës për mbështetjen e vazhdueshme në zhvillimin e turizmit në Himar dhe për vëmendjen ndaj monumenteve dhe trashëgimisë kulturore që pasurojnë përvojën turistike të çdo vizitori që viziton Himarën. Falenderoj në mënyrë të veçantë Ministrinë e Bujqësisë, e cila mbështet zhvillimin rural dhe agroturizmin, duke lidhur fshatrat e bashkisë tonë me ekonominë turistike dhe prodhimin vendas. Dua të theksoj dhe mirënjohjen tonë për mbështetjen konkrete që bashkia jonë ka marrë dhe vazhdon të marrë nga Ministria e Bujqësisë për projekte të rëndësishme, të cilat janë aktualisht në zbatim dhe që do vijojnë dhe vitin tjetër dhe që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e infrastrukturës rurale dhe rritjen e kapaciteteve të prodhimit lokal,
Këto investime forcojnë lidhjen mes turizmit dhe bujqësisë, duke krijuar vlera të reja për komunitetin dhe duke rritur ofertën e produkteve vendase për vizitorët. Ju falenderoj të gjithëve për praninë dhe bashkëpunimin tuaj, që na jep forcë të punojmë së bashku për një imar më të zhvilluar, më konkurruese dhe me një model turizmi që sjell përfitime për komunitetin gjatë gjithë vitit. Mund t'ju them që viti 2025 ka qenë një nga sezonet më të suksesshme për turizmin në Imar. Të dhënat tona tregojnë një rritje prej 25-30% të fluksit të vizitorëve krahasuar me një vit më parë. Kjo rritje tregon qartë se Imara po forcon pozicionin e saj si një nga destinacionet më të kërkuara në Rivierën Shqiptare. Ky trend pozitiv reflektohet edhe në ekonominë vendore. Të ardhurat nga taksat lokale për këtë vit janë rritur me mbi 280%, duke dëshmuar rritje të aktivitetit ekonomik, më shumë biznese aktive dhe një formalizim më të mirë të sektorit. Këto rezultate nuk janë thjesht numra. Ato përfaqësojnë më shumë punë, më shumë zhvillim dhe më shumë besim në drejtimin që po merr Imara. Tregojnë se cilësia e shërbimeve po përmirësohet çdo ditë, përmirësohet infrastruktura dhe padyshim përkushtimi i komunitetit ton që jep rezultate konkrete. Një nga objektivat tona strategjike është zhvillimi një modeli turizmi 12 mujor, sepse Imara ka çdo potencial për të ofruar përvoja të vlefshme gjatë gjithë vitit. Kemi klimën e favorshme, natyrën e pasur, fshatra të bukur, kulinari tradicionale, kulturë dhe trashëgimi, element që mund të tërheqin vizitor jo vetëm në verë, por edhe në periudhat e tjera të vitit. Qasja jonë është të zgjerojmë llojet e turizmit përveç atij detar, natyrë dhe aventurë, kulturë dhe histori, agroturizëm, evente festive, sportive, artistike, si dhe promovimin e zonave të brendshme me potencial të jashtëzakonshëm. Turizmi 12 mujor sjell vende pune, stabilitet ekonomik dhe një zhvillim të balancuar për gjithë komunitetin ton. Buxheti i vitit 2026 është ndërtuar me një orientim të qartë, forcimin e infrastrukturës, përmirësimin e shërbimeve dhe mbështetjen e zhvillimit të turizmit në të gjithë territorin e Bashkisë së Imarës. Një peshë e konsiderueshme e investimeve do të fokusohet në rrugë, ndriçim publik dhe sistemime territoriale të cilat janë thelbësore për një shërbim cilësor dhe një përvojë më të mirë për vizitorët. Përmirësimi i rrugëve të brendshme dhe aksesi drejt zonave turistike mbetet për ne prioritet absolut. Po ashtu, investimet e vitit 2026 do të mbështesin krijimin e tregjeve ushqimore dhe hapësirave të tjera funksionale që forcojnë aktivitetin ekonomik dhe ofrojnë turistëve një përvojë më të organizuar, më autentike dhe më cilësore gjatë gjithë vitit. Në këtë kuadër janë parashikuar edhe disa ndërhyrje në ujësjellës dhe kanalizime për të siguruar funksionimin normal të zonave që presin fluks të lartë turistik. Këto investime synojnë të forcojnë bazën turistike të Imarës dhe të krijojnë standarde më të larta shërbimi që mbështesin zhvillimin e turizmit 12 mujor. Pavarësisht rezultateve të mira dhe trendit pozitiv, turizmi në Imar përballet ende me një sër sfidash që kërkojnë vëmendje dhe zgjidhje të qëndrueshme. Një nga sfidat kryesore mbetet presioni mbi infrastrukturën, i cili rritet ndjeshëm gjatë muajve të verës, kërkesa e lartë për shërbime, lëvizja intensive dhe volumi vizitorëve na vendosin përpara detyrimit për të përmirësuar vazhdimisht rrugët, hapësirat publike dhe menaxhimin e territorit. Po ashtu, sfidë mbetet edhe menaxhimi i mbetjeve, sidomos në periudhat e pikut ku kërkohet një koordinim më i mirë me strukturave publike dhe bizneseve për të ruajtur pastërtinë dhe cilësinë e mjedisit. Një tjetër element i rëndësishëm është nevoja për staf të specializuar
dhe shërbime profesionale në sektorin e turizmit. Rritja e cilësisë së shërbimit, kërkon trajnime, standarde të reja dhe përfshirje të komunitetit lokal. Sfid mbetet edhe formalizimi i aktiviteteve turistike, duke përfshirë akomodimin, shërbimet dhe aktivitetet mbështetëse. Një sektor i formalizuar garanton standarde, siguri dhe përvojë më të mirë për vizitorët. Për te i këtyre, është e nevojshme të adresojmë edhe balancën midis zhvillimit dhe mbrojtjes së mjedisit, në mënyrë që rritja e turizmit të mos dëmtojë resurset natyrore që janë themeli i këtij sektori. Një sfidë e veçantë gjatë këtij viti ka qenë zhurma akustike, e shkaktuar kryesisht nga disa beachbare dhe lokale të cilat në periudhat e pikut krijojnë shqetësime të konsiderueshme për banorët dhe për vizitorët. Edhe pse Bashkia Himar ishte e vetmja bashki bregdetare që miratoi një VKB të posaçme për disiplinimin e zhurmave, duhet ta pranojmë se zbatimi i këtij vendimi u bë i pamundur dhe u shoqërua me vështirësi të mëdha, si në nivel vendor, ashtu edhe në zbatimin nga strukturat ligjzbatuese. Kjo tregon qartë se problematika e ndotjes akustike nuk mund të adresohet vetëm nga faktorët lokal, pavarësisht vullnetit dhe instrumenteve që ne kemi vënë në dispozicion. Për këtë arsye, është e domosdoshme mbështetja e qeverisë qendrore në mënyrë që kjo çështje të marrë zgjidhje përfundimtare. Rregullimi i zhurmave duhet të jetë i qartë, i unifikuar dhe i zbatueshëm në të gjithë vijën bregdetare. Prandaj, kjo çështje duhet adresuar dhe zgjidhur në VKM-n që pritet të dalin, VKM-n e re që pritet të dali për përcaktimin e rregullave të sezonit turistik, duke përcaktuar qartë kufit akustik, oraret dhe mekanizmat e kontrollit në mënyrë që bashkia dhe institucionet ligjzbatuese të kenë instrumentet e nevojshme për ta menaxhuar këtë problem në mënyrë efektive. Këto sfida padyshim që ne nuk na pengojnë, përkundrazi, na udhëzojnë dhe na motivojnë që të planifikojmë më mirë, të punojmë më shumë, të ndërtojmë një model turizmi të qëndrueshëm dhe modern për bashkinë tonë. Himara po bën hapa të rëndësishëm përpara me një ritëm zhvillimi që pasqyron potencialin dhe energjinë e këtij komuniteti. Me bashkëpunim, me planifikim të kujdesshëm dhe me përkushtimin e çdo aktori, ne do të vazhdojmë të ndërtojmë një Himar moderne, të qëndrueshme dhe të vizitueshme gjatë gjithë vitit. Ju falenderoj për punën dhe angazhimin dhe besimin tuaj dhe së bashku do të vazhdojmë të zhvillojmë turizmin, të përmirësojmë shërbimet dhe të krijojmë më shumë mundësi për qytetarët dhe bizneset tona. Ju falenderoj dhe ju uroj një sezon edhe më të suksesshëm për vitin 2026. Në prezencën e tij sot është ministri i Kulturës. Edhe pse këtu diskutohet turizmi, Rusia është shtylla e dytë e rëndësishme në cilën mbështetet ekonomia kombëtare, dhe një tjetër. Vetë ushqimi në Shqipëri është një aset turistik. Ndërthurja e turizmit me ushqimin për të mbështetur njëra tjetrën, për të shërbyer si enë komplementare, është një qëllim madhore në mënyrë që turizmi të ndikojë Rusia me produktet e saj të ndikojë turizmin. Zoti Ministër, faleminderit për prezencën. Institucionesh, operator turistik, fermer dhe qytetar. Së pari dua t'ju falenderoj për ftesën dhe mundësinë që më është dhënë të jem pjesë e kësaj tërëze të rëndësishme për turizmin dhe zhvillimin e zonës së Himarës. Himara është një nga pasuritë natyrore më të çmuara të vendit, një bashki me potencial të jashtëzakonshëm turistik, por edhe bujqësor. Lidhja mes këtyre dy sektorëve është shumë thelbësore, pasi turizmi i qëndrueshëm ndërtohet mbi produktet lokale dhe mbi bashkëpunimin e ngushtë mes fermerëve, komunitetit dhe bizneseve. Gjë rastin theksoj se në strategjinë tonë Bujqësia 2030 kemi vendosur si prioritet forcimin e prodhimit vendas, rritjen e sigurisë ushqimore,
teknologjinë e gjelbërt dhe zhvillimin e zonave rurale në funksion të ekonomisë lokale. Për Himarën, kjo nuk kupton mbështetje për fermerët e vegjël dhe për prodhimet autentike të zonës, nxitje të agroturizmit dhe diversifikimit të aktiviteteve rurale, investime në ujitje dhe infrastrukturë bujqësore, dhe bashkëpunim më të ngushtë mes bashkisë dhe prodhuesve. Sezoni 2025 na ka dhënë shumë mësime, por dhe arritje. Sfida jonë për 2026 është t'i kthejmë këto mësime në politika konkrete që i shërbejnë komunitetit dhe ekonomisë lokale. Ne jemi këtu për të dëgjuar, për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar zgjidhje të përbashkëta. Jam i bindur se Himara me potencialin e saj dhe me vizionin që po ndërtojmë së bashku, do të vazhdojmë të jetë shembull i zhvillimit të qëndrueshëm në vend. Ju falenderoj për tërheqjen dhe diskutimet në mbarën së bashku. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit kryetar, nderuar ministër. Sot jam si përfaqësues i Ministrisë së Turizmit. Unë jam drejtori aktual i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Do doja të thoja që ne si ministri kemi mbështetjen tonë për të vazhduar përpara këto projekte që sapo tha edhe kryetari, dhe të suportojmë çdo plan të biznesit tuaj. Disa nga problemet që janë adresuar te ne janë marrë në konsiderat dhe po diskutojmë edhe me institucionet e tjera ligjzbatuese. Në lidhje me problemet që sapo tha të beach bareve dhe të zhurmave, e di që është diçka që u shqetëson dhe ka kohë. Dhe është në vëmendjen tonë edhe kjo. Ndërkohë jemi duke punuar edhe për këtë gjë. Këtë vit kemi edhe sfidë tjetër më të rëndësishme, pasi kemi të kushtuar rëndësi dhe hapësirave publike, të cilat janë shtuar. Dhe kjo na takon të gjithëve që ta mirëmbajmë, qoftë si qytetar po dhe si biznes. Jemi të hapur për çdo diskutim dhe sugjerim tuaj. Ju falenderoj. Çfarë është bërë? Do na shëndej pas qytetar. Për sa i përket sezonit 2024 dhe 2025, do jap disa numra për të treguar përveç se sa tha kryetari në aspektin e rritjes ekonomike, e ka treguar edhe pjesa e mbetjeve. Në 2024 kemi pasur 7400 ton mbetje, kurse për vitin 2025 deri në fund në mes të nëndorit kanë qenë 8200 ton dhe pritet shkoj diku tek 9000 ton. Pra kemi një rritje më shumë se 15% vetëm për mbetjet. Unë do flas me të drejtën pak më shumë për sfidat, sepse kam një përjardhje nga pjesa e menaxhimit të subjekteve private, pra nga pjesa e sipërmarrjes. Një problematikë shumë e madhe që ne hasim çdo verë dhe besoj se kemi bërë një punë mjaft të mirë deri tani, por që sipas ekspozes që kemi me rritje që presim në 2026 do të jetë menaxhimi i mbetjeve. Këtë vit sezoni ka filluar shumë më shpejt se vitet e tjera. Ka filluar që në fillimet e prillit. Besoj se të gjithë ju e keni parë këtë gjë që keni pasur kërkesa shumë herë më shpejt se shprisnim. Kjo gjë na vuri ne përpara një sfide për menaxhimin e mbetjeve, e cila ishte mjaft e suksesshme, por na vuri ne përpara një sfide tjetër, e cila ishte menaxhimi i punëve publike, që kishim hapur bashkë për zhvillimin e Himarës dhe pristim që këto punë të mbaronin në maj, por ne sezoni na filloi shumë shpejt dhe u gjetëm përpara disa problematikave të cilat i hasëm në fillim, por besoj se në gjatë sezonit u sistemua. Infrastruktura, për sa i përket infrastrukturës, kemi filluar punime intensive për lidhjen e komuniteteve në rrugët e brendshme të fshatrave, ka filluar si në Lumin e Vrorës, si në Vreni, në Shën Vasil, gjithë rrugët e brendshme ku nuk mund të shtrohen me asfalt, por bëhen me beton, si dhe rrugët qendrore të fshatrave po investohen për daljen rrugë nacionale. Gjithashtu po bëhen disa investime për sa i përket lidhjes fshatrave me bregun e Velit, për facilituar pjesën e qarkullimit. Një eksperiment që u bë këtë vit, që ishte një sfidë mjaft e madhe për Himarën, ka qenë pjesa e qarkullimit në qendër.
Një eksperiment që bëm këtë vit me kahun e qarkullimit rrugor treguam mjaft i suksesshëm. Pasi dha një lehtësim shumë të madh në pjesën e lëvizjes brenda qytetit të Himarës. E di që krijoi disa problematika në fillim, është mëse normale, por u tregua diçka e suksesshme. Sfida e madhe që do të kemi në vazhdim dhe që po diskutojmë shumë brenda bashkisë tonë është problematika e parkimeve. Jo vetëm për Himarën si qytet, por edhe për gjithë pjesën e zonës tjetër, domethënë gjithë fshatrat ku përqendrohet lëvizshmëria e madhe. Kemi disa projekte në vijim, vetë kryetari ka shpalosur si për Himarën dhe për Dërmiu. Për sa i përket sfidës më të madhe që ne kemi, është kthimi i Himarës në 12 muaj turizmi. Janë ndërmarrë nisma të rëndësishme nga drejtoria e turizmit, të cilat kanë të bëjnë me diversifikimin e ofertës në bashkinë tonë. Kjo gjë nuk bëhet vetëm me ne, normalisht duhet një mbështetje nga Ministritë e Linjës, e cila është Ministria e Turizmit dhe Kulturës. Kemi përveç detit, si shtatë kryetari, kemi për të ofruar pjesën e brendshme të Himarës, ku ka një kulturë të papar kulinare. Është diçka që duhet të ringjallën dhe të ekspozojmë. Njerëzve, vizitorëve që vinë në Himarë, u pëlqen shumë autenticiteti dhe kuzhina natyrale bio që ne kemi për të ofruar. Dhe pse jo, këtë ta ngrem në nivel akoma më të lartë. Gjithashtu është një potencial shumë i madh turizmi kulturor dhe fetar. Mos harrojmë që Himara ka kisha pafund. Dhe kjo është një sfidë shumë e madhe që ne këto t'i organizojmë dhe të krijojmë një paketë ndjellëse për sa i përket vizitueshmërisë së tyre. Diçka që duhet të prekim këtë vit dhe që po punojmë, kemi filluar dhe po punojmë, është ringjallja e traditave të çdo fshati dhe ekspozimi i tyre kundrejt atyre që duan të vinë të vizitojnë Himarën. Mos harrojmë se në çdo fest, çdo fshati jon ka pasur një kërcim të caktuar. Për shembull, nga Dërmi, afër Pashkëve ose pas Pashkëve, domethënë pjesën e Pashkëve ka qenë kërcimi i Karagjozëve ose i maskarenjve, që thoshin, të visheshin, dilin në fshat, bëjnë një lloj kërcimi, një lloj atmosfere shumë e këndshme. Siç ka pasur këtë që unike vetë Dërmiu, çdo fshat tjetër ka pasur një traditë, e cila do të ringjallet avash dhe do ekspozohet në publikun e gjerë. Përsa i përket infrastrukturës, është një sfidë shumë e madhe. Ne jemi duke punuar fort në këtë pjesë, edhe vetë gjeografia e Himarës na vështirëson pak punën. Sepse nuk është një qytet i shtrirë dhe unik, por janë pjesë të veçanta, siç është Dërmiu më vete, Jala më vete, Himara më vete, Borshi etj. Kjo gjë është një problematikë e madhe për sa i përket trajtimit të ujërave të zeza, për sa i përket ujësjellsave dhe gjithë infrastrukturës mbështetëse. Një hap shumë i madh është bërë me impjantin e trajtimit të ujërave të zeza të Himarës, i cili është një standard super modern dhe i cili dha rezultatet e tij që këtë sezon. Jemi në projekte këtë moment me mbështetjen e Ministrisë së Linjës për sa i përket Borshit, në vijim Jalës dhe në vazhdim dhe pjesës së Dërmiut. Këto janë sfidat tona. Normalisht gjithçka do bëhet në bashkëpunim me ju dhe sipas prioriteteve normalisht ne do të dëgjojmë një herë ju dhe do të reflektojmë këto edhe në punën tonë në vazhdim. Ju falenderoj. Çfarë probleme kanë atë anasjellës? Pasi në tash në përfundim të kësaj pjese do të shkoj qeverisë përmes agjensisë. Vërtet thatë, do të mënyrash çfarë zgjidhjesh mund të jeni për ta zbutur këtë problem, një dhe dy tash. Gjatë verës që kaloi, unë kam parë shumë publikime në faqen e Bashkisë Himare për denoncimin e banorëve të ndryshëm që hidhin mbetjet në mjediset publike. Ishte një qasje e re dhe në fakt neve më shumë efekt na bën gjyqi publik se sa na bën gjoba. Megjithatë është shoqëruar kjo me gjoba përkatëse dhe a ka pasur një efekt në mënyrë që të pakën problemin e madh të mbetjeve që kemi si republik, si vend, në fshat, në qytet, në bregdet, në mak, të eliminojmë atë që prodhohet nga ne. Ishte ta
Lidhja të mëshme të ditët jetë nga shtëpia, precis gra, pjesë për ekspedimin, dhe pjesën e vlerave e linde sërbes në trotuar pa u shqetësuar fare. Këto ishin pyetjet e mia. Me të vërtet, e gjetëm Imarën pa asnjë parkim publik. Për vite me radhë do të kishte mundësi që të liheshin territore të caktuara për shumë funksione, por edhe për parkimin. Fatkeqësisht, Imara nuk ka territore të shumta publike që mund të përdoren, por gjetëm një zgjidhje që me një investim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, fusha e sportit aktualisht të kthehet në parkim publik dhe sipër do të ketë fusha, pra do të jetë një qendër multifunksionale sportive, fusha mini futboll, volebol, basketbol, lojra për fëmijë, dhe në buxhetin e këtij viti kemi vendosur fond për ndërtimin e një fushe dhe një stadiumi të ri të kompletuar me standardet që kërkon Federata Shqiptare për ekipet e Superligës. Sepse ai stadium nuk është për ekip Superligë sipas standardeve, flasim realisht. Pra me këto standarde dhe përveç kësaj duhet t'ju informoj se ndoshta nuk e dini që ekipi i vajzave, ekipi i voleybollit të vajzave të shkollës është kampione republike dhe nuk mundet që kur vjen puna për të lozur Imara në fushën e vet, mos ketë fushë ku të lozi dhe detyrohen të ikin jashtë. Kemi planifikuar për këtë vit ndërtimin e një pallati sporti pra të mbyllur, përveç stadiumit dhe një pallat sporti me fondet e Bashkisë së Imarës, që zgjidh përfundimisht problemin e sportit, por nga ana tjetër zgjidh ndoshta jo përfundimisht, po pjesërisht problemin e parkimeve. Ndërkohë që jemi duke diskutuar me qeverinë dhe me kryeministrin konkretisht për të bërë dhe një parkim diku këtu në zonën e qendrës, le ta quajmë në Spile, ndoshta me shpronësim do të gjejmë një mënyrë ose me bashkëpunim me pronarin e tokës për të bërë dhe një parkim të dytë publik apo bashkëpunim publik-privat në Imar. Kjo është përsa i përket parkimeve. Tani, përsa i përket mbetjeve, pa dyshim që ka problematik. Nga ana tjetër, duhet të them që ka pasur edhe një farë disiplinimi dhe kjo vjen si rezultat edhe i punës për ditë, domethënë nga ana e punonjësve të bashkisë, por edhe si rezultat i sensibilizimit, por edhe në një farë mënyre i vetë banorëve që kanë filluar të disiplinohen në pjesën dërmuese të rasteve, por edhe i bizneseve, duhet thënë, me një bashkëpunim me kompaninë e pastrimit dhe me strukturat e bashkisë, ku pastrimi, pra pastërtia në Bashkinë e Imarës për vitin 2025 ka qenë në nivele të kënaqshme. Padyshim asnjëherë nuk mund të themi që ka qenë në përzosmëri, sepse rritet numri turistëve, rritet volumi i mbetjeve dhe kështu me radhë puna duhet të vazhdojë dhe të intensifikohet. Kamerat që kemi vendosur në disa pika kanë ndihmuar padyshim në evidentimin e personave të pandërgjegjshëm që vazhdonin ta bënin këtë ritual hedhjen e meturinave në trotuar. Dhe çdo rast i evidentuar, çdo rast ka marrë padyshim edhe gjobën e vet, pra dënimin që parashikon ligji nga ana e strukturave të bashkisë. Folëm për turizmin që është në rritje, jemi dakord gjithë besoj gjithë kumarës që operojë në Imar. Por unë do doja të të mësoj pak më shumë vëmendje pjesës së ujit, sepse nuk e di për Imarën, unë veproj me shëmshojës në Gërni, ka mungesë të mërshme të ujtë të pishëm nga ora 12 e drekës deri në orën 3 të drekës, pra në shqimin e madhë. Dhe ku ne temi që rritë numri turistëve, ta turistët s'ka mund të induart në restorantet dhe hotelet dhe dormire. Dhe tjetra, pastaj, problem tjetër më madh është dhe ndotja akustike, që për mua duhet parë patjetër vendosjen e pirëpëria akustik, sepse është shumë e rëndësishme. Turistët që ankohen me gishtat veç, dritarët e hoteleve
që tronditen nga zhurma, edhe në bisedat që kam bërë më para edhe me policinë apo edhe me punonjës të bashkisë për ankesat tona, që kemi bërë kërkesë të më shohet kufiri i decibelit, kufiri akustik, por ato nuk është marrë asnjë, nuk është konkluduar. Kjo bisedë ka qenë para vjet, kjo është bërë vjet dhe akoma në këtë pikë kemi qenë deri vitin e kaluar. Pra dy gjëra kam unë që kam përshtypjen që kam edhe pra ujë dhe akustika. Dhe tjetra, akoma nuk ka dalë asnjë propozitë që të bëhet këtë vit ndarja e aksioneve publike, që është shumë e rëndësishme, sa akoma kushton. Pra në sa përqindë të zëri private, sa përqindë të zëri plazh publik. Çështjen e ujit pishëm, për gjithë i marrën do të thoshja unë, për gjithë bashkim flas gjithmonë, kur pretendojmë për rritje të fluksit të numrit turistëve, padyshim që ideja kryesore është që ne krijojmë gjitha kushtet dhe një nga kushtet është patjetër uji. Ka pas një përmirësim dhe nisa besoj për 25-ën, po jo zgjidhje, por ka dy investime shumë serioze, dy investime shumë mëdhaja për usjellësin që do të zgjidhë problemin e njësisë administrative himar. Është investimi që vjen nga burimi i Kuçit, që vazhdojnë punimet dhe po punohet në shpërveprën e maljes, ndërkohë që keni ardhur nga Dërmiu, keni parë tubat po shkon deri në Vunon dhe tu përfundon Kuçi, dhe është dhe investimi i Tragjasit që përsëri është në negociatat e fundit përsëri për burimin, për marrjen, rritjen e marrjes për të zgjidhur problemin deri në Ilyas. Pra që zgjidhet përfundimisht problemi ujit të pishëm për gjithë njësinë administrative himare. Ndërkohë, për Lukovën, njësinë administrative Lukovë, për 5 fshatrat, përveç Vorshit që është më vete, për Lukovën, ne si bashki, në bashkëpunim me Akumin, kemi kërkuar marrëveshje me Akumin që investimin, duke qenë se ne i kemi mundësi financiare këtë vit, ju thash kemi 280% më shumë, të investojmë ne në ujësjellësin e njësisë Lukov, me rrjedhje të lirë nga Tatzati, kemi kërkuar dhe po presim të na dërgojnë projektin vet Akumi, ndërkohë investimin në 26 do ta bëjë Bashkia e Himarës. Ndërkohë, rrjeti i brendshëm i fshatit Qeparo përsëri do të investohet nga Bashkia Himar. Pra do t'i bëjmë ne. Ndërkohë, KUZ-ja, kanalet e ujrave të zeza të Kiparojit, përsëri është në projektin e buxhetit që do miratojmë këtu së bashku me Këshillin dhe me banorët, përsëri do investoj Bashkia për Kiparojin, pjesa e livadit që ka ngelur pa u bërë pjesë me KUZ-n, me impjantin e ujrave të zeza, përsëri do investoj Bashkia e Himarës si gjashtu për ta zgjidhur, dhe më pas, padyshim, kemi Borshin edhe Dërmiun që kanë ngelur pa mbuluar, po presim, jemi në tratativa me qeverin për ta bërë Akumi apo për ta bërë Bashkia, jemi në pritje, ne i kemi të gjitha mundësit financiare, të paktën të ardhurat tona për 2025-ën këtë kanë treguar, për të bërë investime edhe në fushat që nuk janë 100% bashkisë, po Bashkia është aksionere dhe them se kjo do të zgjidhet. Ndotja akustike, po ju a them sinqerisht, flas gjithmonë përdor fjalën, duke qenë mjek përdor fjalën gangren. Është me të vërtet shumë serioze në Himar. E kam ngritur problemin në të gjitha instancat, më besoni. Kam qenë unë personalisht që pas telefonatës së një pronari hoteli, nuk e di nëse është në sallë këtu në Himar, kam vajtur vetë unë për të ndaluar muzikën në Beach Bar. Jam futur vetë brenda dhe ka thënë mbyllë muzikën. U detyrova ta bëja unë normalisht. Pra, është një problem. Kemi mirëkuptimin edhe të Ministrisë së Linjës, edhe të qeverisë totalisht që ky problem të zgjidhet përfundimisht dhe është duke u diskutuar projekt VKM-ja e re për të zgjidhur përfundimisht, e trajtojmë dhe zgjidhim përfundimisht dhe problemin e ndotjes akustike në të gjithë bregdetin shqiptar, sepse VKM-ja del për të gjithë bregdetin. Pra, këto ishin dy çështje. Shumë faleminderit se me të vërtet janë çështje serioze dhe më dha mundësi që t'i trajtojmë. Me një kërkesë të vogël.
kërkojnë që juve ta vini vetëm në pozicionin e një pushuesi që kërkon të eksplorojë planin e Borçit për të konotuar në dhomë ku të pushohet. Se këj vlavi për të tani ndimën, se të besjartari po, për të edhe në vera. Duke eksploruar të zonë dhe duke parë rrugën për 3 kilometra, aty do të duke parë do të kemi diskutimin tim të gratë. Për mos i zëruar të gjitha, do të falenderoj rendin për kohën e sezonit të kaloj, i cili ka qenë pranë në çdo moment dhe për të gjitha problematikat, njëkohësisht edhe bashkinë për pastrimin e plerave që ka qenë teknikore dhe në vetë dhe në pastrimin. Jo kërkoj këtë eksplorimin në të zonë, por nuk jo adhuroj dot, por naftën deri atë do bëhet. Jo faleminderit shumë. Shëndetoria e Borçit është shumë problem. Tani, ju e shikoni që ne kemi filluar investimin, është një investim mix, Aleko të lutem se po flas. Është një investim mix, pra i përbashkët me Fondin e Zhvillimit të Bashkinë dhe po bëjmë 2 rrugët paralele me shëndetoren dhe në momentin që do bëhen rrugët paralele, atëherë fillojnë punimet, pra bëhet fjalë për them 6 mujorin e dytë të vitit 2026, të fillojnë punimet për shëndetoren e Borçit, sepse shëndetoria e Borçit do të mbyllet dhe për të mbyllur me të mbyllur shëndetoria do krijojë probleme të mëdha me qarkullimin, prandaj duhet përfunduar këto rrugë që ne nisëm. Ndërkohë, në të gjithë Borçin ne kemi planifikuar investime të rrugëve të brendshme edhe në lagjen Qazimpali, në fshatin Qazimpali, por edhe në lagjet e sipërme të Borçit kemi planifikuar investime në rrugët për mirësimin e infrastrukturës së brendshme të Borçit. Jetë ideja për një leje zhvillimi. Sa doni juve, tu them unë juve këtu, që po vinë të huaj, që nuk i jopi pare primarios dhe marrin leje edhe ndërtojnë shtëpi. Më falë, baci më falë. Shikojeni ju lutem lejen e Alekos. Ne do e komplet. Zhvillimin e Buqësisë, sidomos për sistemin e fabrikës, sepse ne për turizmin duam të bëjmë një bashkëndrim i këtij produkteve bujqësore dhe turizmi. Që sa po ngritet Ministria e Turizmit ka votuar një fond rikualifikimin e të gjithë sipërfaqes dhe zonës që ju përmendët. Nëse në rastin tuaj konkret do ta shikoj, do ta marr si shënim, në mënyrë që ta shikoj procedurën e cili është rregull, ka probleme, është në gjykate apo si është në rastin në fjalë. Dhe nëse ka diçka që na adresohet ne si qeveri apo si rast që ju pretendoni që mbase ka problematika, ne do të shikojmë, do ta marrim shënim dhe do ta shikojmë rastin tjetër që dhe me bashkinë të bëjmë verifikime të tjera. Në rast ndërtimesh, ne kemi agjencinë kombëtare ku ju mund të aplikoni dhe ne të japim zgjidhje problemit tuaj, siç kanë marrë zgjidhje shumë qytetarë, jo vetëm Tiranës, por të gjithë Shqipërisë, sepse është një rast që ju mund të adresoni drejt për drejt, unë jam pjesë e komisionit dhe mund të jem edhe ta marr personalisht ta ndjek rastin i cili ju doni që të keni apo doni që të vazhdoni në procedurat ligjore. Nëse ka diçka qytetarit për ta sqaruar më tej në raport me bashkinë apo territorin i cili punon, patjetër që qytetari. Në rastin që ju kërkoni apo keni shqetësim, patjetër që ne i marrim shënim dhe do t'i ndjekim hap pas hapi. Ne jemi këtu për të dëgjuar, për të bashkëpunuar dhe për të çuar gjërat përpara. Zotëri kanë për një takim me biznesmen të Se vuole repetere il suono, para che mi archiviamo. Mungesës së projekteve zhvillimore të turizmit, për arsye sepse rësim fshatrat e zonës tonë ka një distancë të madhe, përfituar nga Kerasi, Lukova,
me bregun e Terit. Ne aty kemi të bashkëpuntuar me turizmin edhe Rusin. Doja të dija nëse ka ndonjë projekt nga Ministria e nga Ministria e Ne kemi hapëthirrjen për të gjithë bashkitë të Shqipërisë, kemi dërguar shpresën zyrtare për të aplikuar bashkitë për problematikat, për kanalet partitës dhe për atë që ju ngritët, kryetari më thotë që po kemi 2 projekte, të cilat do ja aplikoj pranë Ministrisë, dhe një ka mbaruar si investim, po investohet, pra jemi në fazën e punimeve, ne kemi qenë para disa ditësh në inspektim të punimeve, punimet vazhdojnë, dhe patjetër që bujqësia, kanalet dhe banditja është prioritet në vitin 2026. Pra ne kemi avërtuar një fond të posaçëm për kanalet banditës, për pritat lumore, në mënyrë që ne të japim një rol dhe bashkive, por edhe bordeve të kullimit në problematikat cilët ne hasëm edhe të gjatë shirave të fundit që ishin para pak ditësh. Prandaj jemi projekt, jemi duke vazhduar punën atje dhe kemi projekte të tjera në vitin 2026, sipas aplikimit të bashkisë. Banori i Marës dhe unë, po me qëndën Qeparov. Këto problemet e mia kanë zgjedhur në kuptimin që shumë përpara ca vitës kanë zgjedhur dhe britat i kanë zgjedhur vetë dhe unë e kam zgjedhur. Po problemi qëndron në tjetër. Kam kërkuar dhe nuk kam gjetur në asnjë plazh të Shqipërisë flamurin blu për detin. Dhe Qeparoi ka problemin kryesor pastrimin e ujrave të zezë. Domethënë unë kam bërë atë implantet që pas Afrikë nga janë administrativ që dojë për vjetë, edhe bëra investimin, po deti që është poshtë, nuk është vetëm nga do që të dërdo, që në qatë dërdo në gjithë. Kështu që do doja që gjova me vëmendje kryetarin kur tha që implanti i Marës është një implant modern për të pasur shembull. Do doja që kishte edhe Qeparoi një implant shumë modern që të ishte shembull. Do të shumë mirë. Po ka dhe gjë tjetër. Këta implantet që të punojnë, në sa di unë duan dhe energji elektrike. E Qeparoi kur fryn erë, pas e kur adhe në shi mirë, nuk ka më energji elektrike. Do më thënë, pas edhe njerë, nuk e kam timen e kam zgjidhur. Problemin tim e kam zgjidhur. Por ama, problemin gjithat i komuniteti atje është shumë i madh. Një herë, prishen linjat se janë aerore edhe nuk ka. Do doja që do ishte mirë të ishte dhe një energjetikës tu, po besoj që dhe ju e transmetoni atyre, që do jetë mirë që të bëhet i gjë për e bëjnë ata, për lutë në vjerës sjellin një transformator lëvizës, një stacion lëvizës, po do ishte mirë mësisë lëvizës, ishte pra erë, se të gjove që do të bëjmë 10 vjetor atë, synimi është të bëjmë 10 vjetor për i. Për sa i përket energjisë elektrike që më të vërtet është problem në atë zonë, kemi komunikuar me OSHE-n që në stacionin lëvizshëm të qëndroj permanent në zonë dhe mos ta heqin më, ndërkohë është planifikuar që 20 kV të kaloj në të gjithë linjën bregdetare, ndërkohë që po bëhet edhe një stacion në diku në Bunec, pra zgjidhet përfundimisht problemi dhe i energjisë elektrike, ashtu sikur se zgjidhen edhe uji i pishëm, për Qeparojnë sikur se e thash dhe unë më përpara, edhe KUZ-ja, edhe energjia. Patjetër duan kohën e vet për investim. Faleminderit. Sa më shkurt. Martin Deda, profesor Shqipin Kost. Keni një faleminderit për ftesën, në këtë diskutim. Për mos të marrë kohë, duhet të shkruaj disa sfida që ne kemi hasur gjatë sezonit 2025. Një nga to ka qenë mungesa e ujit të pishëm gjatë sezonit, si dhe dezinfektimi. Këto dy sfida dhe sfida apo problematika të hasur gjatë sezonit normalisht ndikojnë në vetëm imazhin për standardet e turizmit shqiptar.
Një tjetër sfidë që mund ta them ka qenë ajo e batimit të tërheqjes së ndërturimave, por që krahasuar realisht me vitin paraardhës, ka performuar më mirë këtë vit, duke marrë shkas edhe nga diskutimet e parafolsve. Ngelem, si të thuash, skeptik dhe në lidhje me dy shqetësime, ajo e ujë të pishëm edhe dezinfektimit aeror. Duke qenë se sado të kryet ai torsori nga mjediseve së bashkëta, apo vetë pronës në vërtetë, nëse nuk kryet i gjithë zonës ose në mënyrë periodike ose pak më të shpesh, përsëri do kemi pranit insekte ashtu që kanë ndikojnë edhe në komoditetin e turistëve që frekuentojnë zonën. Për çështjen e ujësjellësit, ju e dini sepse jeni dhe ju të interesuar që po vazhdon investimi dhe është në moment zgjidhje të problemit që ka pasur me tragjasin për pikën e maljes. Unë e thash edhe pak më përpara. Për sa i përket mbetjeve, ne kemi menduar që të bëjmë një pikë transferimi diku atje në pjesën e Zrimadhes, sipër domethënë akoma se kemi vendosur për caktuar vendin, por kemi menduar që të bëjmë një pikë transferimi që të gjithë bizneset, që ta çlirojmë pjesën e detit poshtë ka mbetje dhe të gjithë bizneset të sjellin mbetjet në pikën e transferimit që do të jetë një mesme midis anës veriore dhe jugore të bizneseve, domethënë. Kështu që do gjejmë një pikë të mesme për pikë transferimi që ta zgjidhim përfundimisht problemin e mbetjeve këtë vit, brenda vitit që jemi, pra në këtë sezon turistik. Sa i përket dezinfektimit, është çështje e Ministrisë Mjedisit, dhe nuk e di me sa jam informuar, ka një projekt si djetë për të bërë një dezinfektim ajror. Kështu që unë do jem, faleminderit që ma sollët në vëmendje, do të kontaktoj për të marrë informacion më të detajuar në lidhje me këtë çështje. Faleminderit. Një biznes familjar. Është e vërtetë që turizmi ngrihet. Po duhet të vëjmë turizmin në një pozitiv. Faktikisht, në vitin 2022 Bulgaria kemi pasur probleme këto me stacionet e plazhit. Konkretisht unë kam patur një biznes në vitin 2023 e proqen atë biznesin tim se u bë turishtja, që duhet të bëj, isha në kushtim. Edhe para me faktikisht një biznes tjetër. Stacionet e plazhit aty që duhet ishin për fasadat tona, kemi bërë një peticion edhe tek AKB-ja, tani duhet të rregullohen, besoj se në zotin Tago do rregullohen. E para e dyta, me qenë se tani turizmi fillon që nga aprili, edhe vazhdon deri te nëntor, duhet edhe këta lejet e çadrave, kush ka të drejtë lejet e çadrave ose të fish park, duhet të dalin sa më shpejt, që edhe në kemi mundësi të punën tonë. Besoj se këto gjëra nuk janë vështira. Për të paktën për sa i përket kufirit plazhit se ka shumë të drejtë, me që tu kemi dhe drejtorin e ri të sapo emëruar, duhet ta keni në vëmendje, ne kemi sistemuar disi kufit për këtë vit, për këtë sezon që mos kemi më përplasje, pra midis kufitarëve, bizneseve kufitare, e kemi sistemuar me harta, por gjithsesi duhet kemi një bashkëpunim më të mirë midis jush dhe bashkisë për të mos krijuar më konflikte se të dy zotërinj atje, por të shikosh dhe zotëria tjetër ka të njëjtin problem, për të mos krijuar më konflikte të tilla të cilat janë të zgjidhshme, se mos të ishin të zgjidhshme, do thoshja nuk zgjidhen, nuk është shpejtoj, më kuptoni, por duhet të zgjidhim pa u krijuar. Kjo është ideja. Flanë ke shumë të drejtë. Ka biznes? Ka biznes? Ka biznes? Se ka se kanë qenë paro e propare di muaj. Do të temo i propare di muaj, Kutulla. Sa të përshirë në atë periudhë para filluar? Po valla, nuk dëgjohesh mirë, zëri të vjen kështu, rezonon, nuk e dëgjoj mirë deri këtu. Çfarë? Është për para di muaj kjo fjalë. Kali Teres. Aha. Unë do ta nis vetëm nga ajo që thatë që ka ardhur dikush që ka bërë një biznes një mujor dhe s'ka paguar asgjë. Haroheni, nuk ka biznes që ka ardhur në imar qoftë dhe për një ditë, pavarësisht se si ka ecur dhe ka ikur të nesmen, që fiksojnë mirë.
Fiksojeni mirë. Nuk ka parim. Ju lutem. Nuk ka biznes që të vinë në imar, qoftë dhe për erdhi hapi niptin do paguaj dhe ka paguar. Iku, në parim. Po në parim për duhet sqaruar sepse krijohet keq kuptim. Vazhdojmë poshtë. Keni mbledhur më shumë lehtë, shkoj bashkia. Keni drejtë. Keni mbledhur më shumë lehtë, dhe kjo është gjë e mirë, ta bëjmë gjithë. Vazhdojmë poshtë. Dhe këto lek se ne kemi paguar gjithmonë dhe ju e di shumë mirë. Ata që ka paguar apo shësi. Okej. Vazhdo. Çfarë? Nuk kemi mënë. Po. Dhe këto lek që kemi mbledhur, pikërisht janë mbledhur fal jush, patjetër, fal taksave të qytetarëve dhe të bizneseve, janë mbledhur për të kthyer mbrapsh në investime që do të ndikojnë në përmirësimin e kushteve të turizmit të vizitorëve, në radhë parë të banorëve që banojnë vazhdimisht këtu dhe në radhë dytë të vizitorëve dhe turistëve që vinë dhe vizitojnë Imarën. Dhe jemi në këtë kurs duke investuar, sikurse unë i kam përmendur një nga një, po doni ja prapë dhe i përmendim një nga një, jemi në projekt buxhetin e 2026-s, kemi planifikuar investime me qëllimin kryesor ta bëjmë Imarën të aksesueshme dhe të vizitueshme në të 12 muajt e vitit. Dhe Imara nuk është vetëm deti që mund të vim vetëm në sezon veror. Imara e ka theksuar Pervini në fjalën e vet. Imara ka shumë monumente historike, monumente kulti që ne si bashki do investojmë, kemi filluar të investojmë dhe do vazhdojmë të investojmë për t'i bërë ato të aksesueshme për vizitorët që duan të vizitojnë këto monumente, pra që ta shikojnë si një mundësi tjetër argëtimi ose turizmi në Imar, sepse turizmi nuk është vetëm detar, unë i përmenda se çfarë mund të bëjmë në Imar, ndërkohë janë investime shumë të rëndësishme në infrastrukturën e brendshme që përsëri do të ndikojnë në përmirësimin e kushteve dhe të banorëve, por dhe të vizitorëve, ndërkohë po merremi me digitalizimin e të gjitha këtyre pikave historike, monumenteve dhe të kultit, pra me digitalizimin në mënyrë që turisti kur të vi mos të rritë të presi, por me barkodin të klikoj dhe të ketë mundësi dhe të ketë një udhëzues të qartë se si do vizitoj një monument të caktuar, një vend historik dhe çfarë do të gjejë në atë vend historik, pra ta lexoj paraprakisht. Pjesë për pjesë civile. Unë do të shkëtirë, rëndoj të përshojnë që kanë që historie të turizmë. Besoj problemet të me dojë. Për shumë për e vetën në një vizitor në një marë të vojë. Dhe vetën të gjanë të domatë. Dhe aty nuk ka asë një qmimë. Në që një vend e Europës nuk ka qmimë me një qanë, për vetë një marë. Ose tjetër, një fenomen tjetër i rëndoj të konë të vizitorë. Nojmë për të bërë një adrestar, jo vetëm do me thonë emra rrugësh, por ne jemi duke punuar për një infrastrukturë turistike digitale dhe kemi planifikuar në buxhetin e 2026-s fond edhe për këtë, në mënyrë që çdo rrugë për turistët të jetë pasqyruar në rrugë digjitale, pra mënyrë digjitale, që turistit ta shikojnë në telefonin e vet se ku shkon dhe çfarë do vizitojnë në çdo rrugë që merr drejtimin. Nga ana tjetër, jemi duke punuar dhe kemi planifikuar në buxhet, kemi bërë dhe projektin biles, që të bëjmë disa pazare turistike në qendrat e fshatrave historike. Për shembull, në Imar, fshat me rikualifikimin e qendrës që kemi pjesë të buxhetit të 26-s, do të ketë një pazar turistik. Gjithashtu në Dhërmi kemi prapë, në Gjiparo mendojmë të bëjmë, pra në fshatrat turistike historike mendojmë të bëjmë pazare të tilla turistike. Çështjet e tjera maksi ne edhe i kemi folur dhe kemi mundësi të flasim. Keni parasysh që edhe mbas këtij takimi, grupi punës bashkisë bashkë me sekretarin e përgjithshëm do të qëndrojnë në sallë për të adresuar çdo problematikë që nuk do të jetë e mundur të adresohet brenda orarit caktuar që është përcaktuar për të organizuar ky takim. Cilat janë çfarë masash në fakt konkrete për të marrë Ministria e Turizmit për zhvillimin dhe rritjen e sezonit turistik për vitin 2026, jo vetëm në zonën e Imarës, por edhe në fshatin turistik. Kjo është një pyetje, kam një pyetje për ty,
nëse turizmi po martoi një program të re për menaxhimin e zonave publike dhe plazheve në Shqipërinë e Mesme. Faleminderit. Shkuar Këshillit të Ministrave dhe gjithsesi ka një shtesë shumë të madhe të plazheve publike që është përgëzuar nga për ana e kryetarit të bashkisë, që ka krijuar këtë mundësi. Kurse për pjesën e turizmit, ne mendojmë që jemi akoma më aktiv duke filluar nga menaxhimenti dhe gjithë kontrollet që janë tagaur institucionet të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Planit tonë në bashkëpunim me qeverinë për të realizuar objektivin e një imare turistike për 12 muajt e vitit, përveç përtej gjithë investimeve që ne kemi planifikuar dhe që jeni të lutur të jeni prezent në miratimin e buxhetit, por ato padyshim do të jenë dhe online në faqen tonë. Ne do ta shikoni edhe në buxhet, por ne kemi planifikuar aktivitete gjatë gjithë vitit. Pa vërë, mund të them që mund të ketë aktivitete, po t'i mbledhim së bashku më shumë në periudhën e dimrit se sa në periudhën e sezonit turistik. Pra do ketë aktivitete në çdo moment dhe aktivitetet nuk do t'i mbajmë vetëm në qytetin e Imarës, por do t'i shpërndajmë aktivitetet në të gjithë zonën, jo vetëm bregdetare, por edhe në oranisht. Atere, edhe njerë, sepse është ngritur dhe nga Maxi në mos gaboj, jemi duke diskutuar realisht për të bërë një master plan për zhvillimin e turizmit në Imar. Kuptohet që të jemi sinqert, nuk është se ka filluar asgjë, por jemi duke diskutuar me qeverinë për të bërë master planin në bashkëpunim edhe me specialistë nga Tirana, të turizmit, të ministrisë përkatëse, por edhe me njerëz, me specialistë që vinë nga vendet të tjera evropiane që kanë përvojë në zhvillimin e turizmit. Pra jemi në këtë fazë, në fakt, për sa i përket master planit të zhvillimit turizmit në Himar. Unë nalësh atësisht të toshë dhe sepse aty po të investim shumë i madh. Edhe vlen për të theksuar si një investim i madh në ambiente akomoduese. Nuk ka as vila, as pallate, as në respekt për të ndërtojnë vila dhe pallate, s'ka më sigurisht për të lloj ndërtimit që bën. Por sipas edhe planit zotit të ministrit që të rrisin standardet, hoteli në Presye, ajo është brendi Radisson, edhe ne normalisht nga ju në të drejtë nuk kërkoni taksa, kërkoni rregullat e juaja ndaj investitorëve në poshtë. Dhe ne kemi të drejtë kërkojmë disa gjëra për mendimin minimal. Kemi diskutuar dhe mëzyrën në juaj, edhe vërtet kemi marrë në fjalë penduese që poshtë të zhvillohet. Dhe nuk duhet të shkatëm shumë në ato se shka vizotria që ato që në diskutuar të nuk duhet të prekë më. Por, duhet të teksoj që Porsche është lënë jo në hades, po në mjerim gjatë këtë të vetive. Edhe banorët e Porsche për mjerimin tim janë njerëz më të mrekullueshëm që duhet të ngritzoj. Unë nuk është si profesor banorët e Porsche, unë jam thjesht një investitor, por për të teksoj përsëri është hotel në minimalisht 450 pronë, që do vazhdojë të zhvillohet. Dhe janë gjithë ambiente akomoduese, nuk janë ambiente për të shqipë. E një biseduar dhe në zyrën për projekt goxhat madh. Ka një standard që besoj që është në hotelet më me standard në jugun e Shqipërisë. Porsche është fatmirësisht, do ta quaja, fatkeqësisht, por edhe fatmirësisht që duke u lënë në harres nuk u zhvilluar. Edhe shqyqyr që nuk u zhvilluar, dikush do thotë pse mos u zhvilluar. Kemi mundësinë në infrastrukturën e projektit tani, që në fundin kohë të bëhet edhe bëhet më me pak shpenzime, më me pak problematika që do kalojnë rrjetet, turbacione, kurrente zeza, elektrike, gjithçka. Dhe nëse do fillojmë shumë shpejt,
Edhe ky hotel do ta ketë mundësi që të infrastrukturë ta ketë plazh. Njëra vit mua më vjen investitor, më vjen persona pak të mësishëm. Edhe gjatë pyetjen e drejtojmë infrastrukturën. Si dhe në zyrën e zotit kryetar, ne kemi ardhur me profesorës numërës të bankës OTP, banka më e fuqishme në Shqipëri. Dhe kuptohet që kanë marrë një premtim, edhe unë kanë thënë që Borshi do jetë një zona më elitare, do bëhet. Shpresoj të do bëhet. Është një zonë që ka një libër detare dhe mund të gaboj 4-5 km. 6.8. Nëse unë po them 6.8 është 7 km. 7 km, shumë më mirë. Nëse do ketë vëmendjen e qeverisë vendore dhe vëmendjen e qeverisë qendrore, do doja sot, nuk doja premtim, po do doja edhe një parapësi se sa do të zgjasë kjo infrastrukturë, se sa do deri kur do të finalizohet kjo infrastrukturë. Ai hotel nuk mund të hapet nëse infrastruktura nuk është e plot. I shërbej këtij hoteli. Vërtet që Borshi është pjesa bregdetare e Imarës me 6.8 kilometra vi bregdetare. Është një bregdet i mrekullueshëm ku kombinimi i pjesës jeshile dhe të natyrës së bukur me kaltërsinë e detit të lënë realisht pa fjalë dhe është menduar në Borsh që të investohet dhe është planifikuar të investohet dhe sikur se thash pak më përpara e dini besoj që kanë filluar investimi për rrugët paralele me detin, 2 rrugët paralele që do pasoj më pas me fillimin e investimit të shëtitores së Borshit. Unë të them vetëm kaq, jemi para kamerave, para gjithë këtyre njerëzve, që Shaban do përfundoj shëtitoria para përfundimit të investimit tënd, të jesh i sigurt ti, dhe më vjen keq që do aksesimi i investimit tënd nuk do bëhet nga shëtitoria, do bëhet nga rrugët. Mund ta bëjmë 100% e klientëve i kam të huaj, sugjerimi më i madh që ata më kanë dhënë është një linjë urbane. Mara duhet se të ketë një linjë urbane, lidhet me fshatat. Dakor? Pjesa tjetër që unë kam menduar, domethënë dhe duke dëgjuar gjithmonë të huaj është që në fillim të plazhit të Livarit, për shembull, që është si kyçe ose këto pika kyçe që aksesojnë më shumë nga turistët, ne mund të vendosim një tabelë me qendrat historike për shembull që ka Imara fshat, Monastiri Atali, Piluri, një kishë tjetër ku ti unë kupton. Jo vetëm nuk është vetëm Imara Porto Palermo kështu, ka shumë gjëra të tjera që mund të vizitojnë të tuaj. Edhe një diçka tjetër domethënë që është jashtë kësaj, mundeni të vendosni një orar se tani gjithse kush restauron dhomat e tjera dhe këto zhurma është non-stop. Mund të vendosim një orar si që është në Greqi për shembull, nëse e keni parasysh 2 me 4 ose 1 me 2, 1 me 3, që dhe njerëzit të pushojnë. Se mua më kanë ndodhur aty për shembull, vetë nuk është se kanë dhoma, por kanë ndodhur kjo që deri fillon kompresorin 7 mëngjesit dhe mbaron 15 ditës. Kjo është një shqetësim që kanë vetuar. Edhe diçka tjetër, zotin kryetar, nëse domethënë gjurmë mund të shpërndani një flet palosë ose një hartë në çdo biznes që shiko, këto janë pikat që mund të vizitojnë një markë në Kudës, në Kuç, në Pilur, ku diun Qeparov fshat, Kaleja Borshit, Ftera, Emera dhe Merat, mund bashkia të vendosin një kod, një QR kod, të tjetë të skanoj, të shikoj që ka rrështë në QR kod, se mund të të shumë shpesh e ka të informacion që Një thash më përpara që jemi duke punuar për infrastrukturën digjitale të gjithë bashkisë së Imarës. Dhe po, shumë e drejtë, që në çdo biznes, pavarësisht se në disa qendra të caktuara, në Spile, në Livadh, në Potam, do të ketë tabela me barkode që turistët po në çdo biznes mund ta lëmë një flet palosje ku të ketë një përshkrim të gjitha këtyre vendeve të shkurtër, por gjithsesi do të ketë barkodin që pra shumë e drejtë kjo. Nuk realisht se kisha menduar këtë gjë. Vetëm këtë të fundit nuk kisha menduar që t'ju lëm juve në çdo biznes, kisha menduar vetëm në qendra të caktuara, po shumë e drejtë mund ta bëjmë. Nuk ka asnjë problem. Tani për sa i përket zhurmave të ndërtimit, ne në një farë mënyre për të mos penguar dhe turizmin, por edhe ndërtimin,
kemi gjetur një të mesme që ndalojmë punimet në një periudhë caktuar, s'më kujtohen datat, diku nga korriku deri në shtator, por keni shumë të drejtë, kam pas shumë shqetësime, ankesa nga, sidomos nga pjesa e livadit, që fillon sikur se thatë ju Matrapiku, Çekiçi, që në 6-7 mëngjesit e ke para zgjon dhe turistat, se turizmi nuk është më vetëm në sezonin që ndalojmë ne punimet 1 muaj gjysmë 2 muaj. Kështu që keni shumë të drejtë, për këtë sezon ne do të përcaktojmë dhe oraret e punimeve edhe jashtë ndalimit total që po i bëjmë. Shumë e drejtë. Faleminderit. Faleminderit. Jemi një operator turistik. Njëra operatorë që kanë flutuar zanatin për të vite në Bled. Unika problematika që do të theksoj është ajo pamja që shifni janë nga brava në këtë moment. Do të thënë, parkimin e zgjidhur të makinave me sa videoa, po të zgjidhim në fakt problematikën e parkimit të skafësh. E para. E dyta është shumë e thjeshtë që jam dhe unë si gjithë çunat e Ajmarës, dhe nga që kam i bërë atraksionin më të madh të Ajmarës, operatorit turistik detar. Edhe një nga destinacionet më të mira që ka Ajmara në moment. Ne kemi kërkuar mbi 10 vite, po më vjen keq që them që pas 10 vite ka filluar edhe prishet. Sepse arsyeja si shoh unë pakën që leje që japën për këto operatorë turistik detar nuk janë vetëm për njerëzit që kanë zhvilluar atë, por edhe për njerëzit që kanë lidhje me këtë lloj pune. Do të thënë kush është nga gjithë Shqipëria vjen është i marrë me një leje nga Ministria e Turizmit Dosta, një disa, edhe vjen i marrë me këtë lloj pune. Edhe ne vëndamit sa dhe lamë në përpara, i kemi zhvilluar të pjesën e punës, që rritë tu, vimrin dhe rami të qita, vim në momentin e shtatorit të torit dhe dojtë qarë morëm në gjithë të pjesën. Edhe nuk e kejtë që temë që qarë dhe to ka gjithë, po e unë bima vashë me këtë zhvillimin që tret në mënyrë jo shumë të mirë në pjesën e turizmit detar, që është atraksioni më i madh i Marës. Edhe duhet patjetër me zgjidhje si për në shtetësa që jatë në këtë pjesë, si për dhe parkimin e si që shikmi vetë në mbrapa së që ka bëhet në brava të vetë. Se veç operatorit turistik detar janë dhe qytetar i marë si banojat e përpare. Edhe nuk është shumë pamjenit. Prandaj, si ju dhe sekretarë, dhe si ju dhe Ministria e Turizmit dhe ujësit, që të një zhjit e kësaj punë, patjetër, pak të përmuat edhe në të kohë. Faleminderit. Në Spilez dhe ta çojmë deri në Saraçinko. Pra do mbaroj, e kemi me buxhetin tonë, me fondet tona. Kështu që në fund do të kemi dhe atje edhe një mini, si i thonë ju, jo, mol, por edhe një glistra për të futur dhe për të dalë skafe tuaja. Në rregull, e kemi planifikuar për atje që mos jetë as këtu në qendër, pra e kemi vënë atje. Në investim është pjesë e projektit, e kam parë projekti është shumë i bukur, kështu që e kemi planifikuar. Ndërkohë që kjo do ndihmoj edhe për sistemimin, sepse siç thoni ju janë shtuar, lejet nuk i jep bashkia, janë shtuar numri i skafeve turistike, por dhe private. Kështu që na duhet patjetër që të shtojmë edhe vend parkimet për ta, kështu që do vendosim, kemi dhe atje të planifikuar që të ndajmë kush janë turistike dhe kush janë private. Përtej pastaj atyre tjerave që shkojnë në Porto Palermo dhe kështu me radhë. Në rregull, unë jam, po ju them edhe një herë, jo vetëm për faktin që zën rërë, por për faktin që e përmenda dhe në fjalën time që janë ndotës akustik. Por dhe më e rëndësishme janë ndotës mjedisor dhe ndotës të detit. Dhe unë jam kundër beachbareve në Bregdetin e Ajmarës. Është duke u diskutuar VKM-ja dhe me kryeministrin kemi gjetur një gjuhë të përbashkët, ku bëm një takim bashkë me gjithë kryetarët e bashkive të bregdetare, që të gjejmë një variant të mesëm të përshtatshëm në mënyrë që të eliminojmë gjithë ato problematikat që na kanë lindur gjatë paktën një viti që unë kam këtu në Bashkinë e Ajmarës. Kisha edhe këtë, s'ka mundësi një, po t'jeti një qytetar i Ajmarës, edhe do bën një kërkesë, nuk ka mundësi që një qytetar nga... Këtu nuk ka lidhje, më mirë kupto Berti, këtu nuk ka lidhje as qytetari i Ajmarës, as qytetari i Kukësit. Këtu ka lidhje që VKM-ja nuk del në veçanti për një qytet caktuar bregdetar. VKM-ja del për gjithë zonën Vigjën bregdetare. Pra, që do të thotë, nëse ne do vendosim në VKM që këtu s'do ketë beachbare, nuk do ketë beachbare. Tani,
VGM-ja para 25-ës ka qenë e tillë që plazh mund merrte kushdo që vinte nga kudo. Në 25-ën VGM-ja aktuale nuk I jep plazh kudo, I jep atij që ka hotel. Por çfarë ndodhi, apo e them se ndoshta markohen unë tani, gabim ndoshta, por çfarë ndodhi? Unë vi nga Gjirokastra, marr me qira hotelin tënd që e ke në majt malit dhe bëj me qira dhe bëj kërkesë marr dhe plazh. Jo, edhe për këtë kam qenë kundër. Plazh të marrin vetëm ata që kanë hotelin pronësi të tyre. Ska. Kjo është ta dish domun dy gjë, e shikojnë që biem dakord kur duam. Jam Elena Lemusha, jam administratore e Ministrisë së Borxheve. Pyetja ime është, a ka një plan masash për zhvillimin e turizmit në Lësin tonë? Pasi është një zonë historike, natyrore, si perspektiva të shtigje rimanore, duke patur parasysh edhe fshatrat e bukur. Pak më mirë I marrën, se me ministrin kemi qenë vazhdimisht në kontakt dhe dua ta falenderoj edhe një herë dhe për investimet që janë aktualisht në proces në Imar, por dhe për investimet që po planifikojmë për të kryer edhe në zonën Orvranisht. Në zonën Orvranisht, me mbështetjen e Ministrisë Bujqësisë, kemi 2 investime shumë të rëndësishme. E para, përfundimi I gjithë rrjetit të kanaleve vaditëse për gjithë zonën, I gjithave një herë mirë, dhe e dyta, kemi mbrojtjen lumore vjeçare dhe që ka gryer dhe ka marrë hektar të tëra me tokë të fshatarëve. Kjo është e para. Për sa I përket pastaj investimeve të tjera që ndikojnë në zhvillimin e turizmit dhe në atë zonë, ju jeni dëshmitare, keni qenë, vazhdoni të jeni në zonë dhe aktive. Bashkia e Imarës ka investuar dhe do vazhdoj të investoj dhe në buxhetin e 2026, sepse sikurse e thash, nuk do ta ndajmë asnjë fshat të bashkisë së Imarës, sepse qëllimi jon nuk është zhvillimi vetëm I zonave bregdetare, qëllimi është të zhvillojmë gjithë fshatrat njerëz, infrastrukturët e brendshme të fshatrave në mënyrë që Imarën ta bëjmë të vizitueshme 12 muajt e vitit. Faleminderit. Ky diskutim mund dhe duhet të vazhdojë jo domosdoshmërisht në një sas, por në bashkëpunim me bashkinë. Ajo çfarë rezultoi në të mbështrimin tim këtu është turizmi ka nevojë për rrugë, për ujë, për drita, për sistem menaxhimi vetjes që kërkojnë shumë para. Por ka dhe nevojë për atë që tha zotëria, një etiketë të arka e domatave, që ai pushuesi kur vjen I ruaj apo vendës ta di se sa e ka çmimin. Ka nevojë për atë që tha zotëria tjetër, që në drek të kemi pas kulturë qytetare dhe pas filloj punimet komshiu ndërkohë që pushuesit janë duke pushuar. Kto s'kërkojnë para. Kto kërkojnë pak. Qytetari kërkojnë edukat. Ka nevojë për të vendosur rregull në menaxhimin e plazhit që janë punë në bashki. Ka nevojë për edukat qytetare për mos hedhur vetën. Por ajo që doli nga këtu ishte roli që do të luajë. Nëse të gjitha këto propozime mblidhen, sikundër do mblidhen nga personeli I bashkisë dhe shndrohen në një lloj kodi të detyrimit për llogaritënien e bashkisë, kodi etike në sjelljen tonë si qytetar, besoj që kontribuojmë në mënyrë absolute. Çdo kush ka të drejtë I bëjë dorëhet e tij, I jap para bashkisë në mënyrë që të gjithë së bashku të plotësojmë atë kuadrin 360 gradë për të pasur një turizëm jo thjesht plazh, por turizëm ku përfshihet plazhi, mali, deti edhe kultura. Për të zoti kryetar, për të mos e mbyllur me një merak, zotëria më kërkoi që të bënte një sugjerim që një konvikt shkollë të mund të shikohet si alternativë për të ngritur një shkollë. Në 99, vendimi 158 të Këshillit të Ministrave, konvikti që ka qenë shkollës së Imarës ndërtuar nga vetë Imariotë, është jetësuar dhe mori shërbimin kombëtar. Sot vit huaj bëjmë pushim.
por ndërkohë ne do i desha të thoshë diçka para. Në vitet 70 kur në Boshkë ndërtuaj një lokal i mirë, kaloj një shkodrari i thanë, si të duket lokali? Ka fazi ishte mirë da po nuk ka kanarinë e këtu. Ajo kanarinë sot është personeli shërbimit të turizmit në zonën tonë dhe kudo në. Atëherë me qënë se ekonomik shkolla ka mjete të përshtatshme dhe nuk mund zësa sot për sot është i vogël, mund të hapet paralel me gjimnasin edhe shkollë profesionale për gjuhë huaja dhe për shërbimet, sepse në fund fundit ai që shërbet është kamarieri, është kuzhinieri, janë gjithë këta, që pra jetë sa më afër dhe ky investim mund vetë jo vetëm me investimet e shtetit, por dhe biznesi mund të financojë që këta kamarierë që merr që në dimra i ka përpasin e punëtori që bën llaç, në verë shërben kamarier. I duhet kualifikohet, se s'mundet që një pashkot pa gjuhë të shërbej atje ose dhe etika e shërbimit ka rëndësi në turizëm. Prezencën, përgatishmërinë për të qenë pjesë e këtij takimi, për kohën dhe mbi të gjitha për kontributin që me diskutimet, vërejtjet, pyetjet dhe sugjerimet tuaja të plotësoj thash një dokument praktikesh dhe sugjerimesh që do të përmbledhen pas këtij takimi. Cili ka qenë gjithmonë i gatshëm për të na dëgjuar dhe për të na mbështetur si bashki. Falenderoj drejtorin e AKB-s për praninë e tij këtu edhe pse ka pak ditë që është emëruar. Ju falenderoj të gjithë juve për sugjerimet që na dha dhe për shqetësimet, të cilat ne do t'i kemi parasysh në gjithë hartimin e strategjisë tonë për të përballuar me sukses sezonin turistik të 2026-ës, por sikurse e thash, jo vetëm thjesht sezonin turistik, por për të përgatitur për ta bërë Himarën të vizitueshme në 12 muajt e vitit. Faleminderit dhe ishte kënaqësi.